Në kuadër të javës së kuzhinës turke, Instituti Yunus Emre në Shkodër organizoi aktivitetin Festa e Kuzhinës Turke, një program i pasur me degustimin e ushqimeve tradicionale turke, ndërsa paralelisht u promovua edhe përkthimi i librit Kuzhina turke me receta shekullore, i mbështetur nga qeveria turke. Të pranishmit fillimisht u njohën me këtë botim i cili sjell recetat e ushqimeve tradicionale dhe më të njohura të kuzhinës turke, ndërsa më pas degustuan një pjesë të tyre të sjella nga stafi i këtij instituti. Java 21-27 maj është një javë që festohet në mbar botën si java e kuzhinës turke. Dhe ajo që faktikisht ne duam të festojmë është vlera dhe çmimi i kuzhinës turke. Duke u shtrirë në zona të ndryshme gjeografike, në kontinente të ndryshme, është pasuruar me kultura të tjera dhe ka fituar një vlerë të posaçme duke krijuar një identitet personal. Kuzhina turke është një kuzhinë që ka jetëgjatësi dhe gjithashtu një kuzhinë e cila shfrytëzon të gjitha mbetjet duke bërë atë një kuzhinë pa shpërdorime. Kuzhina turke është ndër më të njohurat dhe të famshmet në Ballkan, por edhe në botë, për shkak se ushqimet turke janë mjaft të njohura për një pjesë të madhe të popullsisë së rajonit.